Melania Trump, dëgjova që ju kisha munguar, ja ku jam. Zonja e parë e Shtetit Bashkuara u rikthye me 20 gusht në kopshin e trëndafilave të shtëpisë së bardhë ku njoftoi një donacion prej $2 milion për zgjerimin e programit të saj për bursat në 26 universitete. Në fjalimin e saj, Melania Trump u përgjigj indirekte kritikave lidhur me mungesën e saj në aktivitetet publike. Dëgjova që ju kishte marrë malli, ja ku janë, tha zonja e parë pasi doli nga zyra vale krah për krah me bashkëshortin e saj, presidentin Trump. Dalja e saj erdhi pas një sër artikush në mediat amerikane që ngrinin pyetjen ku është Melania. Para kësaj ajo ishte parë për herë të fundit në publik me 19 korrik gjatë finales së Kupës së Botës, raporton USA Today. Melania Trump njoftoi se nisma e saj Fostering the Future do të zgjerojë projektin kombëtar pa një donacioni prej $2 milion nga IndyCar dhe Fox Corporation. Fondet do të përdoren për bursa në Universitetin e Indianës dhe në Universitetin Purdue. Investimi më i madh që Amerika mund të bëjë është në teknologji, infrastrukturë dhe në tregjet të kapitalit edhe tek fëmijët tanë, deklaroi ajo. Avantazhi më i madh konkurruesi i Amerikës mbetet në vetë njerëzit e saj, udhëheqësit e së nesërmes janë sot në bankat e shkollës, përfshirë dhe ata që rriten nën kujdesin e familjeve kujdestare, aftësitë e tyre nuk janë më pak të jashtëzakonshme, shtoi zonja e parë. Melania është përballur me kritika në median amerikane për numrin relativisht kufizuar të daljeve në publik. Sipas USA Today, këshilltari i lartë i saj, Mark Beckman, kundërshtoi idenë se mungesa e daljeve publike nënkupton mungesë pune. Kjo zonjë e parë është e përqendruar tek rezultatet, ajo nuk është e përqendruar te imazhi, tha Beckman.